Tela tani, se Tela është pak afër doktorit. Nuk jam po... Përveç njerëzve që paguan tek zyra shtypit me buxhetin e Partisë Demokratike, nuk kam parë ndonjëri që ta mbroj doktorin, po ja do dëgjojmë. Që përjashtimi i Salianit nga gara është gabim. Dhe këtë e kemi thonë me kohë. Përjashtimi i 3 tjerëve është normal, sepse asnjë prej 3 tjerëve nuk plotëson kriteret reale për të qenë, nuk ka asnjëri staturën për të qenë. A dolën ditën e para ta thanë që zonja Mereme është e vetë. Mereme nuk jam dakord. Ai Flamuri tha i plotëson. Edhe kjo e ditës parë, është demokrat. Edhe kjo e ditës parë ka diskutim sepse mediat proqeveritare e nxorën sikur ishte kandidate e ofruar nga vetë kryesia e PD-s, por realisht... Doli të tha vetë, po që është e vetmja demokrate, tha. Jo, ajo tha është demokrate, nuk tha është e vetmja demokrate. Ju varet se si e luan edhe këtë pjesë. Ju pranuan... Kur Meremja doli që nuk ishte kandidate ofruar nga PD-ja për të pasur garë me Berishën, atëherë filloi në çdo studio televizive të sulmonte PD-n dhe Berishën. Paka shumë, ju të katërt po bëni të njëjtën lojë. Po sulmoni Berishën, por në ndryshim nga 3 tjerët, ti realisht e ke staturën që mund të kandidosh për kryetar të PD-s. Po ande se je matë, se të lutem se nuk e mbaj dot. Po çfarë do thotë kjo me sulmoni Berishën? Ore unë po jap argumentaj Sali Berisha nuk e bën fituese. Si do dalë unë do jem garë me Sali Berishën duke thënë Sali Berisha është i madh. Sali Berisha po bën lek i lumë se po ja e the Edi Ramos. Sali Berisha ka zgjedhjet, po bravo i qoftë. Ora unë jam garë dhe një garë për ballën alternative. Ti të ndërpret fjalën, atyre premtiveve që ka thënë. Ti të ndërpret fjalën, merr një frazë dhe fillon e përpunon vetë. Më lër ta mbaroj. Po se ajo fraza merret edhe bëhet lajm. Ju po sulmoni Sali Berishën. Jo zotri, unë po sulmoj Edi Ramon. Sepse dua që të mundim sa më shpejt Edi Ramon. E mundim me Sali Berishën? Po, Sali Berishën... Si të them unë, e mundim? Sali Berishën nuk po e sulmon brenda forumeve të partisë, që është gjëja më normale. Po ku po e sulmoj? Po e sulmon kudo në publik. Ke 6 muaj që merresh me Sali Berishën dhe me PD-n dhe me Saliun që nuk lejon garë. Me këtë merresh gjithkohën. Nuk është se merresh me qeverinë. Me qeverinë me Edi Ramon, nuk merresh. Po ku e ke parë? Ja pra, zotri. Ka nisur. Tani, ose jesh objektiv, ose po që se je përfaqësues partie, hyrë ngar. Por duhet të jesh objektiv. Fjalimet e mia, zotri, dy gjëra. Je përfaqësues partie, pra, po ta them. Këtu je përfaqësues partie, i kamufluar me analizë. Dhe unë kam respekt për ty. Po ky është një qëndrim personale. Këto janë si epitetet që vendosin ty pastaj. Apo ti e vendos doktorit. Prit ju them 2 element. Jo, më jo. T'ju them 2 element, se doktori nga që ju thot nga këto kompleksohen jo. Unë nuk i them, se unë kam respekt dhe di dhe vlerësoj integritetin tënd, prandaj të përgjigjem. Po të them këtë gjë. Unë kam mbledh strukturat Partisë Demokratike. Dhe 80% e fjalimit është kundër Ramës, 20% e fjalimit është se si Partia Demokratike të bëhet më mirë. Tani, vjen tek elementi tjetër, struktura. Po çfarë strukturë më një sekond, thash mendimin e parë. Që mos hyjmë në detaje. Ti ke mbledh strukturat Partisë Demokratike, po i ke mbledhur strukturat e Partisë Demokratike, ti i ke mbledhur në përsalla me kamera, me transmetive live. Pra ti... Po pse si ti mbledh? Po si ti mbledh? Jo, forumet e partisë janë të mbyllura. Pra çfarë diskutohet brenda partisë? Ku te cili forum? Po më ka përjashtuar nga forumi pra. Jo, nuk të kishte përjashtuar nga forumi, pa nisur foltore ti nga ana jote. Brenda kryesisë PD-s. Brenda kryesisë PD-s, brenda PD-s, ti mund të flisë nga mëngjesi në darkë dhe mund të krijoj gjithë problemet e tua. Nuk është e vërtetë. Në momentin që ti del ekranet, dhe ty të hapen ekranet dhe je i preferuar ekraneve, sepse po bën opozitën e opozitës, këtu ngrihet problemi. Në këtë moment ngrihet problemi. Se nuk të dëgjoj. Mbaroja, po. Dhe ti vetë je i bindur, siç është i bindur çdo njeri brenda territorit të Shqipërisë, në një garë me Sali Berishën ti nuk fiton. Ti e di vetë shumë mirë këtë gjë. Dakor? Ti po hyn në garë për të rritur kredibilitetin tat, për të krijuar një fizionomi tënde politike dhe okay, jeni në rregull. Ti je i bindur që nuk fiton me Sali Berishën. Ai mbarove që të ndryj se nuk të dëgjoj pasaj. Si? Ai mbarove të ndryj pa këtu. Por e di si duke është tani apo ja. Po si e di ti më mirë se sa unë se qa di unë o zotri. Ti e di më mirë thu ti se ti që këtu të ka rënë analiza, ke mbaru punë. Ti thu, më thua mua, po them përveç teje, e di çdo njeri në Shqipëri, me Sali Berishën, brenda PD-s nuk fiton askush. Nuk fiton askush. Ti e kaq i zoti,
ore ti kush je ti, mo? Shën Eleonora je ti, kjo që të shëronte me tukall. Unë jam një njeri që... Si e ditë ke ti më mirë se sa unë, që unë e ditë që Sali Berisha... Dhe çfarë ka ndodhur 35 vite në PD? Me vote shkatroj, zotri. Dhe kushdo që hyn garë me Sali Berishën, Sali Berisha ka sot 80% demokratëve kundër. Dhe le ta provoj ty ngarë dhe ta shofi. Nuk është vërtet. Domethënë ti ke guximin të më thuash mua në sy se mirë po nuk jam. Kishte 80% të grupit parlamentar kundër me Lulzim Bashën dhe mori partinë. Çfarë ka ndodhur, jemi dëshmitar të gjithë. Këtu ti duket që je palë, ti nuk po bën analizë. Ti po bën një narrativ të një njeriu që është i dëshpëruar. Si e ditë kam unë që Sali, qa do rritem unë këtu? Për qa do rritem unë? Se unë isha antar kryesie, bëm deputet kur dua, aty ku isha drejtues të Insia 6, fitoj zgjedhjet, kam mbështetje, po për çfarë do rri unë? Për një rrok do rri aty. Pse ke këtë narrativ që bën mos e kjo është tërbuse për çdo mendje normale. Po ta di unë që më mund Sali Berisha zotri. Pse i kërkoj garë unë atij? A e diti që më kanë ofruar se rriti të këta që i thonë? Ti e kërkon garën për të bërë ja pra për të prodhuar këtë narrativ. Prandaj e kërkon garën. Që mos themi kërkon garën edhe si Meremja dhe jo tjetra që të bëhet personazhe publik. Ti e kërkon garën për të prodhuar gjithë këtë narrativ. Ti ta thash dhe ti e di shumë mirë. Brenda PD-s ti nuk kemi shansin më të vogël për të fituar përballë Sali Berishës. Problemi këtë rast, problemi po të them, e dini që ai më mund në garë, pse nuk hyn gara ai, të më mund garë. Po të them që nëse ka një gabim në këtë histori, është që ti nuk pranosh të garosh atje. Ky është gabimi. Por që ti nuk e fiton kurrë atë garë, kjo është 100% e vërtetë. Sali Berisha unë zotri, por të them këtë, ja po ta them dhe këtu publikisht. Nëse Sali Berisha mua më mund garë, unë shkoj aty dhe them zotrin të nderuar, unë do jem antar i Partisë Demokratike, do bëj opozit, po nuk du asnjë funksion më në Partinë Demokratike. Hajde pra ta bëjmë të, për që është kjo kulturë... Një sekundë vetëm, Tela, ju do vazhdoni, Tela, që ti e bindur që nuk fiton përballë Sali Berishës, kjo është si duka që jam të dy. Asnjë nuk e di këtë. E din pra e din. Që në çdo garë që ka marrë pjesë unë kam fituar, këtë di unë. Le të dal garë dhe ta shohim. Pasaj, o zotri, ku e di unë këtë që thoni ju, që unë nis një lëvizje të caktuar për të mbledhur demokrat, të cilët mendoj Sali Berisha nuk na sjell në pushtet, ku e dija unë që Sali Berisha nuk do pranonte garë. Dhe ta kam thënë që ditën e parë që më tepër bëre spektakël televiziv. Po, spektakël televiziv. Në çdo foltore, në çdo takim që bëje, me mbështetësit... Për spektakël televiziv, mos edhe kjo është terminologjia e regjimit drama Berisha. Sali Berisha, zotri, ka 70% kohës televizive. Takimet e mia në përsallat e qarqeve jepen nga 2 media. Njëra e persekutuar dhe goditur nga regjimi edhe kur ke qenë ti drejtues aty. Irfani, dhe ma konfirmo, nëse ka marrë në njëre dirama kur ke qenë të mediat në çdo takim i yti përveç se transmetoi live, prodhonte edhe lajme. Pra, kemi live për një debat të madh brenda PD-s. Se ke qenë drejtues në atë media zotri, atë ka marrë në njëre dirama, apo ka qenë kundre dirama? Këtë thuaje, me qenë se yret e kjo. Si? Shiko. Të ka marrë në njëre dirama, kur ke qenë drejtues. Mbaron njëri vërtet, se po më shkruan që ka kakofoni. A ka pas influencë dirama, apo ka qenë dirama kundër medias? Këtë thuaje pak. Ma thuaj pak. Ka marrë Rama. Si? Ma thuaj pyetje. Ka marrë Rama, zotri, se Sali Berisha thotë që këtë media, që është opozitare, që transmeton edhe mua, e ja jep lajmet e dirama, të ka marrë në njerë ty kur ke qenë drejtues aty e dirama për të më transmetuar mua? As e dirama, por as Sali Berisha s'm ka marrë telefon. As e dirama, por as Sali Berisha s'm ka marrë telefon. Nga mashtrus, në rregull, faleminderit shumë. I vetmi ndryshim që ke ti me tre ta shtuquarit kandidatësh, fakti që ti nuk e çon në gjykat, sepse e di shumë mirë që nuk ka çështje për të çuar në gjykat. Nuk ka çështje për të çuar në gjykat. Që nuk ka çështje për të çuar në gjykat. Nuk merret gjykata të gjykoj se çfarë ndodh brenda një partie. O zotri, me qenë se edhe e spinuat edhe këtë, brenda javës do më kenë gjykat. Brenda javës më kenë gjykat. Por nuk ka çështje pra, se çështje partie. Me qenë se e ka thënë Sali Berisha edhe këtë, brenda javës do t'jem me padi në gjykat për pezullimin e Sali Berishës dhe pastaj kur të vijë herën tjetër, mos më thuaj që është e çove te regjimi.
Nuk ka çështje për gjykat, po të them. Po të them këtë gjë. Megjithatë, shiko. E ke Me gjithë diskutimin e masë tani po duket sikur fajtori është Saliani, jo, të lutem. Salian, Tela, të lutem. Po duket sikur Saliani ka të gjitha problemat tani. Për momentin. Shiko. Që se thashun këtë frazë, Tela, Salian, të lutem, të ndryni një moment. Jo, se duket tani sikur, ju lutem. E ke në nuk gjykat ka brenda çështje për javës, gjykat, po them, po ti shko, arxoj energji Se duket sikur po bëjmë një luftë me Salianin. Që shërben Edi Ramos, këtë jam duke të them. Është luftë, kjo është debat tani që Po jo, po debati ishte këtu tani. E hapëm këtu që Sali Berisha ka vendosur së fundi që edhe fasadën që mbanin si parti, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, edhe fasadën me rregulla, me statut, ku të paktën lejohen kandidatë të garojnë, ka shembur dhe fasadën. E ka marrë, ka fut në grop. Dhe thot do konkurroj me veten time. Qa do me thënë kjo tani? Këtë po pyesim pra. Dhe është një problem shumë i madh. 35 vjet pas pluralizmit. fare, ky bën tani. Ore 35 vjet. Se urtu plasi demokracia këtu dhe sa liuhet. Jo, ka. Rama s'bën fare zgjedhje. Ore, kjo është opozita valla. Kanë qenë 2009. Partia Socialiste është më keq mo. Është një njeri vetë. Ore, Partia Socialiste është më keq, po është në pushtet. Është në pushtet. Dhe nuk e ndjen tani, nuk e ndjen. Dësi duhet më shumë. Nuk e ndjen, po dësi duhet vërtet. Këtë po diskutojmë. Po ne e dim çfarë është përseje. Po këtu ka një problem të madh. Demokratike dhe Tani ai ka përjashtuar dhe fasadën, edhe fasadën nuk e mban me. I ka të do konkurroj me veten. Qëroni thotë se do konkuroj me veten. Çfarë do të thënë kjo tani? Që është gabim përjashtimi i Salianit nga gara në PD, është gabim që nuk e diskuton njeri. Ne po diskutojmë mënyrën se si përqaset Saliani. Po nuk është thjesht gabim, Kjo është rrëzimi gjithçka ja burr. Akt i qëllimshëm për të uzurpuar partinë, domethënë, për të mos lejuar mendimin ndryshe. Sepse nuk është thjesht që gabimet ja falim Berishës në ditën e po të them është gabim përjashtimi i Salianit, por nëse dhe ti mendon që Saliani përballë Berishës në PD në një garë fiton, pastaj edhe do rotacion tot ai, nesër thot duhet rotacion. Po jepi tjetër. Dorso Saliani se bën dot fare këtë rotacion më burr. Nuk e bën dot fare, po ti duhet të hapësh, ore duhet të hapësh partinë, duhet të hapësh garën. O zoti Rakipi, mund të bëj një ndryrje më burr. Ore me shëndetin, si do jem unë javën tjetër, ta pyes Andi Telën, se parashiko ka gjithë. Çfarë do bësh? Me shëndetin se me romantizmin, si do jem javën tjetër, e pyes zotin Telën. Mirë ka jem, nuk e ke këto 35 vite. Ha? Siç ke qenë këto 35 vite. Do jem mirë, do jem shumë mirë. Ke qenë këto 35 vite. Po, do me thënë do jem mirë, se i parashikon. Tani kam një pyetje, me qenë se në publik të thuash kështu gjërash, është dakord, se ai tjetër ju thot, ore cili është problemi këtu i kësaj lëvizje si i sjell Shqipërisë kjo lëvizje që po bëjon? Se ju jeni përfaqësues të interesit publik. Cili është problemi që i sjell shoqërisë shqiptare kjo dhe Partisë Demokratike nëse doni jo? Ja, që merremi me ma thoni pak që të triqem unë. Që ta kuptoj që jam gabim. Që po i sjell një dëm shoqërisë shqiptare dhe Partisë Demokratike. Ma thoni pak cili është dëmi që unë të reflektoj dhe të triqem. Saliani mund të kishte sjell shumë të mirë nëse do bëhej brenda PD-s. Nuk i bën. Po e bëj brenda PD-s, po të përjashton. Tash brenda PD-s është brenda PD-s, në forume të hapura dhe studio televizive është jashtë PD-s. Si studio televizive, po ku bëhet politika? Në hale. Po politika në studio bëhet, ku bëhet publik, unë do bind qytetarët. Edhe Berisha e bëri fortoren jashtë PD-s dhe fitoi. Keni parë ju kur kandidoi Donald Trumpi se çai bëri partisë vet apo jo? Nuk ka asnjë gjë më edhe Keni parë ju kur kandidoi ky Starmeri se çai bëri atij kandidatit që kishte Jeremy Corbyn apo jo? Keni parë ju që ky zotria që është kancelar sot Merci në Gjermani ka qenë fraksion brenda Merkelit kur ajo ishte në pushtet, edhe erdhi u bë shumicë mbas një farkohe duke e pas gjithkohën kundërshtare apo jo. Po politika diskutohet publik, por nuk diskutohet kulisave. Unë ka folur kryesi i partisë dhe nuk ka pyet rosiri, kam qenë tek, prandaj kanë dalë te njerëzit unë. Kam thënë ndroi këta zotrit se i ke humsa. I kam thënë promovo këta që kanë dalë më të votuarit. Leri që kandidatët për deputet t'i zgjedhi antarësia. Vendos 20% kuotë për njerëz që vinë nga shoqëria që mos konkuroj njerëzit e partisë me njerëzit që kanë kredite shoqëri. Si ta bëj politikën unë? Ju thoni, mos fol publik, mos fol tu. E disa shajnë për tavolina apo jo? Po si njeh njëri, unë jam zëri atyre. Si bëhet politika ndryshe? Cili është dëmi? Sepse nëse nuk dalin njerëz dhe të thonë, të kenë kurajon, që të thonë që kjo shoqëri duhet ndryshuar, nuk ndryshon kurrë. Rrim më prapë me Sali Berishën.
Po Edhe kur vdiqen veri, këta kolegët tuar pse s'mbështesin do shkoj për keq, se janë mësuar me atë. Po nuk është më kjo shoqëri, më duhet ta ndryshojmë se unë nuk i përkas as atij presi, as asaj mendje populiste. Patjetër. Ky është diskutimi këtu. Patjetër, po kolegët e tuar Orvin përfaqësh publik se ti thua bëj foltore, marr disa nga demokratët e rrethve, ata mendojnë si unë. Por ti, nga gjithë personazhet themi të njohur të PD-s, ti je i vetmi, pra ti nuk ke njëri tjetër mbrapa. Që thuash, okay, ne jemi një grupim, si? Po kush ta ka thënë që jam i vetëm? Po vetëm ty të shoh. Se i përcaktoni ju personazhet, ja pra po ta them unë. Nuk del dikush tjetër. Po pritë zotri, a më pyete? Mos jep qëndrim, ja ta them unë se nuk e ke ndjek. Jo, unë jam në çdo zonë me kandidatët më të votuar. Në Durrës isha me 2 më të votuarit. Në Elbasan jam me kandidatin më të votuar. Në Kukës isha me kandidatin më të votuar. Në Korçë me kandidatët më të votuar. Në çdo qark, unë kam qenë në kandidatët më të votuar. Personazh nuk është ai që bën Sali Berisha zotri, se e fut lista se i do qefi. Personazh është ai që ka marrë votat. Unë them personazhet. Në Tiranë isha me 2 më të votuarit. Personazhet që i jep publiku. Ju nuk i quani këta që marrin vota, po ju quani këta që i ka qefi Sali Berishës t'i fus në lista. Pse nuk i ftoni ju në studio ata, po ftoni njerëz që janë pa votuar. Ma thua dot këtë? Po them personazhet që më të votuarit nuk përfillen. Ata që japin mendim nuk përfillen. Kush ka kritik nuk përfillet. Kush kërkon demokraci nuk përfillet. Po mirë, hajde rrim me Saliun këte, Ramën këte, dalim diskutojmë, bëjmë sikur, edhe rregull jemi ne. Tani, si ka mundësi zotri të ndërruar, e kam një pyetje tjetër. Që nuk të bën përshtypje ty, që ti kërkon Sali Berishës. Për një njeri që ka bërë burg politik, si pas Sali Berishës, për një njeri që ka fituar në çdo palëzjedhe për Balleni Ramës, kur janë ngarkuar nga Partia Demokratike, që nxjerr nga goja jemi të qatë për këtë pagashëm të la. Që nuk thua ti që ai po e shkatron partinë, sepse ky zotëria mund të ditë edhe të thoshte, me qenë se po e thu. I ke këto takime të shqetësime ti zotëri? Hajde diskutojmë pak të dy këtu. Dhe kur ka një konflikt politik, shkojmë te vota. Ma kërkonte ky zotëria, se ky po sillet si pronari, si shto tylli. O zotëri, hajde i vendosim këto parime, hajde bëjmë një garë të ndershme. Por ai zotëri nuk do asnjë njeri që ti mendoj ndryshe, sepse do që ta mbaj partinë për të bërë pazar me Edi Ramën. Kaq, këtë e ka kuptuar të gjithë. Okej. Nuk bën përshtypje ty Sali Berisha del thotë. Një ditë thot unë e bëj prej Ballukut. Një ditë thotë e bëj prej Agasit. Një ditë prej Taulat Ballës. Një ditë prej Elit, një ditë prej Melit, një ditë prej... Që kjo diskutim, ku ka politik tu? Dhe ja falim Sali Berishës dhe, me qenë se Sali Berisha është personazhi gogol, po ja falim gjitha, po marrim me këta, po merremi me këta që ka parime. Ku ka me parim kjo diskutim publik? Salian, ti do shkosh në gjykat, brenda javës, si Telica po e the nga zëmrimi. Po e thanë këtë qëndrimin edhe zyrtarisht, që nuk ka çështje gjyqësore, do shkoj. Po ta them unë, mos e nuk e thot njëri zyrtarisht. Unë po të them që nuk ka çështje, se kjo është çështje brenda një partie, nuk është çështje për ta çuar gjykat. Okej, atëherë ne do të jemi Salian brenda javës.